Ina dhe Stelina kanë bërë dje në mbrëmje një bisedë mes tyre sa i përket ndjenjave e gjithë secilës për Casey-n. Këtë bisedë mes tyre e kërkoi Ina, e cila i tha Stelinës se mes saj dhe Casey-t ishte duke nisur diçka. Unë desha thjesht të ta thoja ty kështu e ndjeva ta bëja, që ndoshta mes meje dhe Casey-t mund të lindë diçka. Nëse ke një histori me Casey-n mund ta sqarosh. Kështu nuk mund të vazhdohet më, dikush duhet t'i vendos pikat mbi i, sepse ne nuk mund të vazhdojmë gjithmonë të rrim të tre. Jemi bërë realisht një trekëndësh, i tha Ina Stelinës. Ina të shpëtoi goja dje the Casey-n e njoh Brune, i tha Stelina duke pretenduar se ata njiheshin prej kohësh, ndërkohë Ina tha se kjo ishte një shaka. Unë dhe Casey kemi disa ndjesi të përbashkëta që e kalojnë atë të miqësisë, i tha Ina Stelinës. Nëse ti thua që ke akoma një histori të pambyllur me të dhe pret akoma një shpjegim nga ai mund ta sqarosh, tha Stelina.